أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد فمن دريمة دريمة لكم بكم الله سبحانه وصلوات السلامة شوفهم وتدلوار انتون محمد صلى الله عليه وسلم كيش درسي بار الدرس اللي كنا ندرس معهم الدرس اللي تفسيرت شو اسم شاء الله جل شانه من السكت ركتين الدرس اللي تفسيرت من دم تين جدد شتونه را مكت أورار nuk jam unë ai i cili do ta komentoj Kur'anin e Kerimin, por do të mundohem të shpjegoj librat të cilat janë komentuar Kur'anin e Kerimin. Për bazë, libër do kem librin e Wahb az-Zuhailit. Pra librin e dietarit i cili ndroi jetë nuk ka asnjë vit. Sa duket, pra Wahb az-Zuhaili ka qenë njëri ndër mosferat e dietarit më i madh i kohës kur ne jetojmë. Pra Wahb az-Zuhaili ka shkrimet të mëdha, është autor i disa librave të mëdha sikur Fiku, pra Fiku i Wahb az-Zuhailit është me 7 volume apo 8, njështu dhe tefsiri i ka 18 volume. Pra këto gjëra që i ka bërë Wahb az-Zuhaili i ka bërë askush në kohën e sotme. Pra shkaku pse kam zgjedhur këtë libër është se ky libër është i përshtatshëm për të gjithë njerëzit. Pra ne të përfshirëm pra së pari paraqet ajetet kuranore, mandej përkthehen ajetet, kuptimet e fjalëve, e mandej nxjerrin edhe mësimet. Pra mësimet, pra që mund nxjerrin prej ajeteve në fik, hadith, akhlaq e kështu me radhë. Allahu xhalla shanuhu zbriti Kur'anin e Kerimin. Mirë po, për dallim nga libra të tjerë të cilat i ka zbritur, siç është Taurati, Zeburi dhe Injili, Allahu xhalla shanuhu Kur'anin e Kerimin e ruajti dhe garantoi për ruajtjen e tij. Pra tha inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ne me të vërtetë kemi zbrit Kur'anin e Kerimin dhe ne jemi ata të cilët do ta mbrojmë. Pra Allahu xhalla shanuhu garanton se ai vetë do ta mbrojë Kur'anin e Kerimin. Para se me fillu me shpjegu komentet e hadithet e ajeteve kuranore, pra duke fillu prej surja al-Fatiha, pra para kësaj, ne e kena patjetër që të flasim diçka në lidhje me disa gjëra të cilat kanë të bëjnë me Kur'anin e Kerimin. Gjëja e parë është definimi i Kur'anit e Kerimit. Si e kanë definuar dietarët Kur'anin e Kerimit? Pra Kur'ani e Kerimi është fjalë e Allahut fuqiplot, është mu'gjize, pra i paritur, është i zbritur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në gjuhën arabe, e shkruar në mushafe, leximi i të cilës është ibadet, është i transmetuar drejt tek ne në mënyrë mutawatir, fillon nga surja Fatiha dhe mbaron me surën An-Nas. Pra, kur themi Kur'ani i Kerim është fjalë e Allahu xhalla shanuhu, është shpallje e Allahu xhalla shanuhu, ne duhet ta kemi ndërmend se Allahu xhalla shanuhu i ka shpallur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nuk është vetëm Kur'ani i Kerim ajo që ka shpallur Allahu fuqiplot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Shpalljet e Muhammedit sallallahu alaihi që ka janë bërë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam janë tre lloje. Lloji i parë është sunneti, dhe sunneti është shpallje për shpalljeve të Allahut fuqiplot. Pra ka ardhur Jibraili alaihi salam dhe i ka thënë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam: "O Muhammed, bëre këtë punë, bëre atë punë kështu me radhë." Pra e ka mësuar se si të veproj. E ka mësuar se si të falet fjala bie. E ka mësuar disa herë se çka t'ju thotë njerëzve në disa raste. Edhe kjo llogaritet si shpallje. Pra çdo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e cila ka të bëjë me fenë e Allahut fuqiplot, llogaritet si shpallje e Allahu xhalla shanuhu. Pra për atë gjë Allahu xhalla shanuhu i ka shpallur dhe ai ka folur. Pra sunneti llogaritet shpallja e Allahu xhalla shanuhu. Shpallje tjetër është edhe hadithet kutsi. Hadithi kutsi. Pra hadithi kutsi është, disa dietarë thonë se është edhe fjala, edhe kuptimi i fjalës Allahu xhalla shanuhu.
ndërsa disa dietarë tjerë thonë se hadithi kutsi është vetëm kuptimi nga Allahu xhallahu xhanuhu, ndërsa fjalët i ka rregulluar vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sido që tjetë, pse ka bërë Allahu xhallahu xhanuhu një klasifikim të tillë, pra e ka dalluar hadithin kutsi nga Kurani i Kerimi. E ka dalluar nga se nëse Allahu xhallahu xhanuhu të gjitha këto shpalljet i bënte sikur Kurani i Kerimi, atëherë do të ishte vështirë për njerëzit që gjithë ato fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo gjithë ato vepra t'i ruajnë ashtu siç e ka ruajtur Kurani i Kerimi. Pra Allahu xhallahu xhanuhu zgjodhi vetëm një pjesë pra prej fjalëve të tija, për të cilat garantoi se ato do të ruhen, dhe për këto fjalë i urdhëroi njerëzit që ata të jenë të kujdesshëm, edhe kur ta bartin atë pra musafin, nuk guxon njeriu që ta bart duke qenë xhunup, apo nuk guxon duke qenë pa abdes, nuk guxon njeriu që flet ndonjë fjalë nga Kurani i Kerimi duke qenë i papastër. E kundërta është kur njeriu flet ndonjë hadith kutsi apo ndonjë hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Kurani i Kerim është shpallje nga Allahu xhallahu xhanuhu, pra i llojit të tretë, pra nuk hin as në hadith kutsi, as në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse e themi gjë të tilla? Dhe them nga se në kohën e sotit ka shumë njerëz të cilët thonë Allahu xhallahu xhanuhu pra pse të mohojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke nisur nga fakti se na mjafton vetëm Kurani i Kerim. Jo, nëse ne thirrna si jena ndjekës të fjalës së Allahu xhallahu xhanuhu, atë patjetër se duhet të ndjekim edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Kurani është fjala e Allahu xhallahu xhanuhu, e cila është mu'jize, pra e paarritur. Pra është e paarritur, mandej është e zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zbritja e Kuranit nuk është bërë për një herë. Allahu xhallahu xhanuhu zbritjen e parë që ka bërë Kurani i Kerimit ka qenë në Lauhi Mahfuz. Dhe Allahu xhallahu xhanuhu thotë bel huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Pra është i ruajtur në lauhën, në pllakën e cila është pra për të ruajtur gjërat. Lauhi Mahfuz është pllaka në të cilën ruhen të gjitha gjërat që i cakton Allahu xhallahu xhanuhu, pra kadaja dhe kaderi janë ku janë të shënuar në Lauhi Mahfuz. Pra zbritja e parë që e ka bërë Allahu xhallahu xhanuhu, pra Kurani që ka bërë është në Lauhi Mahfuz. Pra zbritja e Kuranit për në Lauhi Mahfuz. Zbritja e ditë e Kurani i Kerimit është zbritja për në qiellin e dunjas Beitul Izza. Pra Allahu fuqiplot thotë inna anzalnahu fi lejletin mubaraka. Ne e kemi zbritur atë në një natë të bekuar. Pra kjo natë e bekuar është nata e Kadrit. Pra dhe dietarët thonë se Kurani i Kerim ka zbritur në natën e Kadrit, pra prej Lauhi Mahfuzit ka zbritur në qiellin e dunjas. Mandej zbritja e tretë është kur Xhibrili alayhi salam ja ka dërguar, ja ka përsëritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej Lauhi Mahfuzit deri në zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Bil lafz al-arabi, pra i është dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në gjuhën arabe. Çfarë kuptojmë me këtë në gjuhën arabe? Pra kuptojmë se Kurani nuk mund të jetë ndryshe jashtë se në gjuhën arabe. Një ashtu edhe nuk mund të ketë ndonjë fjalë e përdorur në Kur'an që nuk ka të bëjë me arabishtën, apo çka i takon ndonjë gjuhë tjetër. Një ashtu nga kjo ne kuptojmë se çdo përkthim që tendohet të përkthehet Kurani i Kerim nuk mund të quhet Kur'an. Ajo e cila përkthehet nga Kurani i Kerim mund të quhet përkthim i kuptimit të Kur'anit. Pra përkthim i kuptimit të Kur'anit, nga se Allahu xhallahu xhanuhu e ka zbritur në gjuhën arabe dhe ai i ka rregulluar fjalët. Nëse njeriu e përkthen Kur'anin, atëherë ato fjalë nuk janë të Allahut, po janë të formuar nga vetë njeriu. Andaj duhet kemi kujdes kur themi përkthim i Kur'anit. Nuk kemi të drejtë ta themi një gjë të tillë, por duhet të themi përkthim i kuptimit të fjalëve të Allahut fuqiplot apo i kuptimit të Kur'anit. Një ashtu pra vazhdon i shkruar në mushafe. Pra në mushafe të cilat ne i kemi al-manqul bit-tawatur. Pra i transmetuar deri tek ne në mënyrë mutawatir. Çfarë është mutawatir?
Mutawatir do të thotë i transmetuar në numër të madh, aq numri i madh është sa që pamundsohet të rrena mbi Allahun fuqiplot. Pra në qoftë se transmetohet një lajm me numër të madh dhe në shumë anë, ajo quhet se është i transmetuar në mënyrë mutawatir. Pra kanë transmetuar aq shumë transmetues dhe në aq shumë anë sa që pamundsohet që ai lajm i cili ka ardhur të jetë rrën apo mos jetë i vërtetë. Njashtu el-muta'abbad bitilawati është leximi i tij është adhurim. Pra njeriu nuk ka mundësi që të bëjë namaz, të bëjë adhurim e mos të lexojë Kur'anin e Kerim. Njashtu fillon prej surës Fatiha dhe mbaron me surën An-Nas. Kur'ani i Kerim ka disa emra. Ndër emrat më kryesor të Kur'anit të Kerimit janë pra Kur'an, mandej kitab, libër që do të thotë, mandej mushaf, nur, nga se ai i shpalos ato diturit apo shpalos gjërat të cilat nuk janë të dukshme për njeriu, quhet njashtu edhe Furqan, dallues nga se e dallon të vërtetën nga e pavërteta. Si ka zbritur Kur'ani i Kerim? Kur'ani i Kerim për dallim nga libra të tjerë të cilët Allahu xhaleshanu i ka zbritur për një herë, pra sikur Teurati, Zaburi dhe Injili, Allahu xhaleshanu ato libra i ka zbritur për një herë, ndërsa te Kur'ani i Kerim dallon, nuk ka zbritur Kur'ani i Kerim për një herë, por Kur'ani i Kerim ka zbritur pra gradualisht. Pse ndodh një gjë e tillë? Një gjë e tillë ka ndodhur që Allahu xhaleshanu na lehtësoi ne dhe si besimtar që ne ta marrim Kur'anin e Kerimin me lehtësim. Në qoftë se Kur'ani i Kerim ka zbritur për një herë me gjithë ato rregulla, atëherë do të ishte vështirë për atë popull i cili ka jetuar në atë kohë që ai ta kapë dhe ta merr të pranon Kur'anin e Kerimin si libër të Allahu xhaleshanu. Nga se e dim se mushrikët në atë kohë ka zbritur Kur'ani i Kerim, ato kanë qenë të dhënur pas gjitha, pra pas epshit. Pra asgjë për ato nuk ka qenë e lejuar, e ndaluar. Çdo gjë ka qenë e lejuar. Në qoftë se Allahu xhaleshanu për një herë u thoshte atyre lënja alkoolin, lënja zinan e kështu me radhë, siç thotë edhe Hazreti Aisha, thotë ato nuk do ta kishin marrë parasysh Kur'anin e Kerimit, por ishte mirësi dhe hikmet e Allahu xhaleshanu që Allahu xhaleshanu e zbriti pjesë në atë kohë kur njerëzit kishin nevojë për Kur'anin e Kerim dhe njerëzit e morën ashtu si ishte më e mirë. Pra Kur'ani i Kerim zbriti në ato raste kur njerëzit pyetshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkonin dhe e pyetnin, o i dërguari i Allahut për shembull, e pyetshin për shpirtin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyette haber, dhe Allahu xhaleshanu Allahu i thënë të jevap të veselunaka anir ruh, të pyesin për shpirtin, pra dhe të vazhdon ajetin më andej. Kanë ardhur dhe kanë pyetur për anil mahid apo anil yatama apo anisa për ndodhit e kiamet dhe për kohën kur do të ndodh kiameti, dhe Allahu xhaleshanu jep përgjigje. Pra për çdo rast që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, besimtarët kanë qenë të lidhur për Kur'anin e Kerimin, pra kanë pritur haber nga ana e Allahut fuqiplot dhe Kur'ani i Kerim ka zbritur faz dhe njerëzit mandej në fund e kanë kuptuar dhe ka qenë i lehtë për ta që të zbatojnë urdhët e Kur'anit e Kerimit. Kur'ani i Kerim ndahet në Mekki dhe Medeni, pra suret mekase dhe suret medinase. Cilat janë suret mekase dhe cilat medinase? Suret mekase janë ato suret të cilat kanë zbritur para se me bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hijret. Pra gjatë 13 viteve që ka jetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, këto suret të cilat kanë zbritur gjatë kësaj kohe quhen suret mekase. Ndërsa pas hijretit, kohën kur ka jetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ato suret që kanë zbritur mend asaj kohës quhen sure medinase. Çfarë është dallimi mes sureve mekase dhe ato medinase? Dallimi është në atë se suret mekase kanë të bëjnë me njëshmërinë e Allahu xhaleshanu. Pra së pari Allahu xhaleshanu, nga se atëherë ka qenë fillimi i shpalljes, i ka thirrur njerëzit që ata ta besojnë Allahu xhaleshanu, të largohen apo të shmangon veprave të këqija, pra isën në moral të lartë, pra i ka urdhëruar ato që ato ta
mbushin premtimin, të largohen prej zinas, gradualisht kuptohet, mandej të largohen prej padrejtësive e kështu me radhë. Ndërsa tek suret medinase gjejmë ajetet të cilat urdhërojnë besimtarët që ato në praktik pra në detajet e adhurojnë Allahun që plot. Cila gjë ka zbritur së pari pra nga Kurani i Kerim? Gjëja e parë që ka ajetet e para të cilat kanë zbritur janë Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Pra kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në shpellën Hira, ati i zbritën këto ajete. Pra ajetet e para janë Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Pra këto ajete janë ajetet e para të cilat i kanë zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ajeti i fundit është wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Pra ajeti ndër ajetet e fundit të surës Baqara. Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Pra është ajeti i 281 i surës Baqara. Si është bu Kurani i Kerim? Kurani i Kerim është bu 3 herë. Dhe atë herë e parë është bërë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbritte shpallja nga ana Allahu xhalla shanuhu, ai i thirrte ato shkruarësit e wahjit e Kurani i Kerimit dhe i urdhante ato që ta shkruajnë Kurani i Kerimin. Ndër ato të cilët kanë shkruar Kurani i Kerim janë khulefat, pra 4 halifet e parë, mandej ka qenë Muawiya, ka qenë vllau i Muawiyut, Yazidi, mandej ka qenë Ubay ibn Ka'b, Zaid bin Thabit, Mughira bin Shu'bah, Zubair ibn Awam, e kështu me radhë. Pra, tubimi i parë ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si është bu në atë kohë? Në atë kohë nuk është bu, pra si është tash në mushaf, jo. Në atë kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka urdhëruar që njerëzit të shënojnë shpalljen e pejgamberit e zbritur nga Allahu xhalla shanuhu, ato e kanë shënuar në dikush në një copë druri, dikush e ka shënuar në një copë lëkure, dikush e ka shënuar pra në vegla të ndryshme të cilët kanë shkruar ata në atë kohë. Tubimi i ditë ndodhen në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Pra, në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, Ebu Bekri urdhënon që të tubohet Kurani, pra të tubohen këto krejt. Pra, ajetet të cilët kanë qenë të shkruara mirë, por nuk kanë qenë të grumbulluara në një libër të vetëm. Dhe këtë gjë e bën Ebu Bekri radiallahu anhu. Pra, e tubon Kuranin në një libër që e emërtojnë si mushaf. Kjo është tubimi i ditë. Tubimi i tretë ndodhen në kohën e Uthmanit radiallahu anhu. Uthmani radiallahu anhu e tuban Kur'anin, pra atër ka qenë në një mushaf, pra në një libër. Atë libër e ka ruajtur khalifet, pra vdes Ebu Bekri e mban Omer radiallahu anhu. Kur vdes Omeri e ruan bija e Hazret Omerit Hafsa. Edhe që ndron në kohën e Hazret Uthmanit tek Hafsa. Kur vendosën Hazreti Uthmani që të tuboj Kurani i Kerimin, në atë kohë kërkon mushafin për Hafsës radiallahu anha dhe fillon që ta kopjoj nga ati. Mirë, po çfarë ndodh në kohën e Uthmanit radiallahu anhu? Deri në atë kohë nuk ka qenë Kurani i tubuar vetëm në një, pra ka qenë në disa si me thënë ahruf i thonë gjuhën arabe, pra dialekte ka qenë Kurani i Kerim, ashtu ka zbritur nga Allahu xhalla shanuhu. Në disa dialekte. Hazreti Uthmani radiallahu anhu kur e tubon Kurani i Kerimin, i urdhënon ata të cilët e kanë shkruar, pra e kanë kopjuar prej mushafit që ka tubuar Ebu Bekri radiallahu anhu, urdhënon nga ata që të kujdesen që dialekti i cilën do të shënohet apo do të kopjohet Kurani i Kerim të jetë në dialektin Quraish. Edhe gjithë ato fletushka të tjera, apo ato copëzat me cilët ka qenë shkruar Kurani i Kerim, mandej urdhëron që të zhduken. Nga se pas kësaj nuk ka dëshiruar që të ketë përçarje mes njerëzve. Hazreti Uthmani bën 7 kopje të Kurani i Kerimit. Dhe i dërgon në disa vende pra në cilët ka pas nevojë, sikur Shami, Bagdadi e kështu me radhë.
Ato 7 kopjet të Kur'anit Kerimit janë ruajtur deri në një kohë, që i transmetohet në Sham, në xhaminë e Damaskut, ka qenë deri para pak viteve. Kur them para pak viteve, në kohën kur Franca e ka sulmuar Damaskun. Në atë kohë është zgjedhur xhamia e Muavi, xhamia e Mevite dhe digjet edhe Kur'ani i cili apo mushafi të cilën e ka bërë kopje Hazreti Uthmani radiallahu anhu. Pra, kopje tjera nuk dihen se a janë ende gjallë apo jo. Kryesorja në atë kohë ka ndihmuar atë që muslimanët mos habiten. Pra, kur të kenë ndonjë problem, thua vallë, kështu lexohet apo kështu, ato kanë shkuar te vendi në cilën ka qenë i ruajtur mushafi dhe atje e kanë larguar dilemën. Pra, si që thamë, kemi 10 lexime të Kur'anit Kerimit, 10 mënyra të cilët lexohet Kur'ani Kerimi. Kur'ani Kerimi pra lexohet në 10 mënyra, të cilët janë transmetuar deri tek ne në mënyrë mutawatir. Këto 10 mënyra të leximit të Kur'anit Kerimit dallojnë nga ato 10 ahruf që i thuan. Nga 7 ahruf, 7 lloj dialekte. Ato 7 lloj dialekte janë me njanu dhe tash nuk lexohen, ndërsa këto 10 lexime lexohen. Çfarë ka dallim njëri lexim prej tjetrit? Nuk ka dallim askund në kuptim jashtë se diku ka dash Allahu xhaleshanhu për shembull të lexohet i njëjti kuptim, por ka mundësi që të lexohet edhe në këtë mënyrë edhe në mënyrë tjetër. Pra në dy mënyra ka mundësi për të lexuar dhe këto 10 lexime janë të ruajtur dhe janë një numër i madh i lexuesve në botë, të cilët ende i lexojnë këto lexime dhe u mësojnë të tjerëve. Rëndësia e tefsirit e mësimit të komentimit të Kur'anit Kerimit apo e komentit të Kur'anit Kerimit është shumë i madh. Aq i madh është rëndësia e tefsirit sa që njerëzit në qoftë se nuk e komentojnë Kur'anin Kerimin, ato padyshim se do të humbasin rrugën e Allahut fuqiplot, nga se Kur'ani Kerimi nuk është thjesht vetëm një libër të cilën e ka zbritur Allahu xhaleshanuhu dhe njerëzit duhet ta ruajnë atë në memorinë e tyre. Në qoftë se krahasim numrin e hafizlarëve të cilët kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ata të cilët janë kohën e sotit, do të shohim se kohën e sotit ka shumë më shumë hafiza se sa që ka pasur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po ky numër i madh i hafizave nuk ndikon pozitivisht në ngritjen e moralit të besimtarit. Pse ndodh një gjë e tillë? Ndodh një gjë e tillë nga se njerëzit në kohën e sotit nuk e kanë kuptuar Kur'anin Kerimin ashtu siç duhet. Kur'ani Kerimi është thesar i besimtarëve. Për njerëzit është thesar. Ndërsa çelësi i kësaj thesari kush është? Është tefsiri apo komenti i Kur'anit Kerimit. Nëse njerëzit nuk e kuptojnë Kur'anin Kerimin, atëherë nuk kanë mundësi që ta shijojnë këtë thesar të cilën Allahu xhaleshanuhu ka dhëruar besimtarëve. Pra, thesar, çelësi i këtij thesari kush është? Është komenti i Kur'anit Kerimit. Shohim ne njerëz të cilët janë të humbur apo e mëson një ajet kuranor dhe fillon që ta zbatojë atë pa mos pyetur ndonjë hoxh apo ndonjë njeri i cili me të vërtet ka dituri mbi tefsirin e Kuranit. Dhe çfarë bën? Padyshim se në këtë rast ai shkon në humbje, nga se e dini atë thënien, nëse njeriu nuk ka hoxh, hoxha i tij është shejtani. Nëse njeriu mundohet vetë të merr fetva të Kuranit, ai padyshim se bën gabim. Nuk ka mundësi që ai të ketë kuptuar Kur'anin Kerimin vetëm duke lexuar një ajet nga Kur'ani i Kerimi. Se ka koment të Kur'anit me Kur'an, ka koment Kur'an me hadith e kështu me radhë. Pra nëse njeriu nuk kujdeset për këtë gjë, atëherë padyshim se do të shkojë në humbje. Kemi disa lloje të tefsireve, ndër më kryesorët janë tefsiri tradicional. Çfarë është tefsiri tradicional? Tefsiri tradicional është ai tefsir apo ato njerëz apo ato mufesira, ato komentues të Kuranit Kerimit, kur ka komentuar Kuranin Kerimin, ato janë përkushtuar në komentimin e Kuranit, janë përkushtuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e para, e
dyta janë përkushtuar në thënjet e sahabëve dhe e treta janë përkushtuar në thënjet e tabiinëve. Këto lloj të komentimeve pra quhen tradicional. Pse quhen tradicional? Nga se këto mufesira apo këto komentues të Kuranit nuk kanë përdorur mendje pra, vetëm kanë përcjell nga ajo që ka ardhur prej kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri atëherë. Edhe gjitha këto transmetime kanë qenë me zinxhir. Pra, nuk ka thonë vetëm për shembull ta thotë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo ka thonë për shembull Abdullah ibn Umari në komentin e këtij ajeti. Jo, por e kanë transmetuar në mënyrë pra me zinxhir, pra ka thonë filani, ka thonë fallani, ka më dëgjuar prej filan personit e kështu me radhë. Mandaj, cilat janë këto komente më të njohura, pra komentet më të njohura në tefsiret tradicionale janë tefsiri Ibn Jurayrit, mandaj Darul Manthur, tefsiri Ibn Ma'thur, tefsiri Ibn Kathiri, tefsiri Ibn Baghawi, tefsiri I Qurtubit. Pra këto janë tefsiret më të njohura, të cilat janë përkushtuar pra tefsirit tradicional. Kemi pra lloj i dytë tefsirit është tefsiri racional. Pra tefsiri racional nuk kuptojmë na se këto të cilat kanë komentuar, pra kanë futur dhe mendjen gjatë tefsirit, gjatë komentit të Kuranit Kerimit, i kanë lënë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo, këto të njëjtën punë kanë bërë, çka kanë bërë edhe ato të cilët kanë komentuar pra të tradicionalisht. Por këto plus kanë bërë edhe kanë argumentuar edhe me mendje, apo diku e kanë përdorur edhe logjikën. Pra akuzohet për të marrë tefsiri racional, për të qenë pranuar që mendimet apo ati ku është përdorur logjika mos jetë kundërshtuar ndonjë parim prej parimeve fetare. Mandaj kemi edhe disa tefsira tjerë. Pra disa tefsira tjerë, sikur tefsiri Batini, mirë, po nuk ka nevojë këto tefsirat, ndoshta edhe ti përmendim se ne nuk kena nevojë të marrim ato. Pra tefsiri Batini, ta përmendim pasi pra fjala tefsiri Batini është ato nuk koncentrohen në atë që ka thënë Allahu xhelle shanuhu, për shembull Allahu xhelle shanuhu thotë ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah, fjala bie. Kthehuni tek Allahu fuqiplot. Atë nuk e shohin tekstin, pra atë çka duket prej tekstit, por thonë atë çka pjesën e ndërreshta, si e përdorim ne. Edhe këto lloj mufesirash kanë rarë në delalet, shkaku se kanë veshur Allahu xhelle shanuhu dhe një kuptim apo tjetër që Allahu xhelle shanuhu nuk ka dashur të thotë atë, pra kundërta asaj se çka ka dashur të thotë Allahu fuqiplot. Mandej kemi tefsir alegorik, këtë tefsir disa dietare kanë pranuar, ndërsa disa të tjerë nuk i kanë pranuar. Pra këtë lloj tefsirit e kanë bërë më së shumti dietarët e tasawufit. Pra tefsiri alegorik do të thonë çka ka dashur Allahu xhelle shanuhu të thotë. Pra me këtë fjalë, nëse Allahu xhelle shanuhu ka thënë o ju të cilët keni besuar frikoni Allahu xhelle shanuhu, pra do thonë dhe marrim edhe këtë kuptim, por edhe ndonjë kuptim tjetër të cilit do të jetë shtesë jashtë këtij kuptimi. Pra lutim Allahu xhelle shanuhu që në ndihmoj në këto derset e ardhshme. Pra dersi i ardhshëm do të jetë komenti i Besmeles dhe i Fatihas. Fatiha.